Mobilje të vjetra mbetjen ndërtimore të hedhura pa kontroll në përlagje të ndryshme, skena këto pothuajse të zakonshme në Prishtinë. Mbeturinat vellimore nuk po dërgohen në lokacionin e caktuar nga komuna e Prishtinës. Qytetarët thonë se janë të mirë informuar për këtë lokacion për mbeturinat inerte dhe vellimore, por sipas tyre problemi qëndron te pandërgjegjshmëria. Unë kur kam renovu verës, kam pas kështu materiale kësi mdhaja, e kam thirr kamionin, kam pagu 20 euro e ka qenë vendin e caktuar. Për mbeturina shka vjen vetëm smundjet. Ka fajet jo veç komuna, po dhe qytetarët, që nuk zhvillet bërlogu vend e pa vend. Drejtori i shërbimeve publike bëri të ditur se edhe pse komuna ka caktuar lokacionin dhe operatorët e licencuar për hedhjen e mbeturinave, keqpërdorimet dhe veprimet e pandërgjegjshme po vazhdojnë të krijojnë deponi ilegale në qytet. E para te deponia e përkohshme tranzitore e mbeturinave vellimore, të drejtë kanë për transport vetëm operatorët e licencuar për transport të mbeturinave, nuk mundet gjithkush edhe në qytet normalisht. Nuk mundet gjithkush me mbarë mbeturina, as me dalë me traktor, as me kamion, as me mbledh mbeturina pa qenë i licencuar. Dhe prandaj ne kemi publiku numrat e ndërmarrjeve lokale publike, si gjelbër dhe pastrimi që janë kompani të licencuar për me bë punë tillë, thirrën këta numra, kontraktohen këto kompani, vini marrin mobiljet, sanitarin, çka duhet që kanë nevojë qytetarët për me gjujt, i ngarkojnë dhe i çojnë në deponi. E dinë edhe procedurën e shkarkimit, e dinë edhe procedurën e hyrjes edhe daljes, edhe krejt procedurat. Në shumicën e rasteve po ndodh edhe një keq përdorim prej kamionëve operatorëve të tillë, se po i marrin me deklarimin që i çojnë në deponi edhe i gjujnë në një deponi ilegale kudo në një lagje tjetër. Dhe kjo nuk është në rregull as për qytetarët, as për banorët e lagjeve tjera. Nga komuna është theksuar se çdo automjet që bart mbeturina dhe nuk ka kontratë me ndërmarrjen e gjelbërt do të gjobitet, ndërsa mund të përballet edhe me konfiskim të automjetit. Komuna njofton se ekipet e inspektoratit do të dalin në terren për t'i kontrolluar nëse kamionet kanë kontrata të rregullta dhe aktiviteti është ligjor për bartjen e mbeturinave.